Presidenti amerikan Donald Trump ka shqyrtuar mundësinë e një reduktimi të madh të trupave amerikane në Europë, një lëvizje që shihet si presion ndaj aleatëve të NATO-s për të rritur kontributet e tyre në mbrojtje. Sipas CNN, gjatë një takimi në Shtëpinë e Bardhë, Trump pyeti nëse një tërheqje me rreth 1/3 e forcave amerikane do t'i bënte aleatët kuptonin më mirë mesazhin e tij. Pakënaqësia e presidentit amerikan lidhet me bindjen e tij se SBA-t mbajnë një barë disproporcionale financiare dhe ushtarake për sigurinë e Europës. Ai është shprehur vazhdimisht kritik ndaj NATO-s dhe ka kërkuar që vendet europiane të rrisin ndjeshëm shpenzimet e tyre për mbrojtjen. Pas këtyre diskutimeve, Pentagoni nuk njoftoi një tërheqje të menjëhershme të trupave, por nisi një rishikim 6 mujor të pranisë ushtarake amerikane në Europë. Sekretari i mbrojtjes Pete Hegseth deklaroi se ky proces do të përcaktojë se cilat vende aleate po marrin më shumë përgjegjësi dhe ku mund të ketë ndryshime në dislokimin e forcave amerikane. Samiti i NATO-s zhvillohet në një atmosferë pasigurie, ndërsa aleatët europian përpiqen të shmangin një përplasje me Washingtonin. Liderët e vendeve anëtare pritet të prezantojnë angazhime të reja për rritjen e investimeve ushtarake me shpresën se kjo do të zbusë kritikat e Trumpit. Shqetësimet në Europë janë shtuar edhe për shkak të qëndrimeve të presidentit amerikan ndaj Rusisë, edhe dyshimeve mbi angazhimin afatgjatë të SBA-ve në mbrojtjen e kontinentit. Disa vende kanë frikë se një reduktim i pranisë amerikane mund të inkurajojë Moskën të rrisë presionin ndaj vendeve të NATO-s, ndërkohë administrata amerikane ka ndërmarrë disa hapa për rishikimin e dislokimeve ushtarake, përfshirë pezullimin e disa rotacioneve të trupave dhe tërheqjen e mira ushtarëve nga Gjermania. Megjithatë, ende nuk është marrë një vendim përfundimtar për shkallën e ndryshimeve. Në samit pritet marrë pjesë edhe presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky, i cili do të zhvillojë një takim me Trumpin. Vendet europiane synojnë të tregojnë mbështetjen e tyre për Ukrainën përmes një pakete të re ndihme ushtarake. E ardhmja e pranisë amerikane në Europë mbetet një nga çështjet më të ndjeshme të aleancës. Vendimet që do të merren pas rishikimit të Pentagonit pritet të ndikojnë jo vetëm marrëdhëniet SBA-Europë, por edhe ekuilibrin e sigurisë në të gjithë rajonin.